Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Në njoftimin e presidencës, thuhet se në takim u diskutua për nevojën e dialogut politik dhe për përpjekjet për ta gjetur një rrugdalje nga ngërçi aktual institucional, me qëllim që institucionet të formohen sa më parë dhe që vendi të ecë përpara në përputhje me rendin kushtetues. Në njoftim thuhet se Haxhiu vlerësoi gjithashtu mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën dhe rolin e saj si partneri rëndësishëm i vendit tonë. Deputet PDK-s janë mbledhur sërish para qeverisë duke kërkuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti zhbllokimin e institucioneve. Deputetet nuk janë deklaruar për medje, ndërsa aksionit ju bashkuan edhe përfaqësues të prodhuesve vendor. Në emër të tyre, Abedin Ramadani tha se blokada institucionale po i dëmton prodhuesit pasi nuk ka debat për subvencionet, tregun dhe mbrojtjen e prodhimit vendor. Ramadani kërkoi konstituimin e kuvendit dhe funksionalizimin e institucioneve. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar qeverinë në detyrë për shkelje kushtetuese dhe keqpërdorim të paras publike. Deputeti i AAK-s Burim Ramadani tha se rreth 486.000 euro në muaj shpenzohen për pagat e personave të emëruar në zyrat e qeverisë, të cilët i cilësoi si militant të lëvizjes vetëvendosje. Sot kemi thirrë konferencën që përmes jush të ngrisim shqetësimin dhe alarmin për zhvatje buxhetore që po i ndodh Kosovës gjatë kësaj periudhe jo kushtetuese. Dhe jemi duke folur për gjysmë milioni euro zhvatje vetëm për pagat e militantëve të lëvizjes vetëvendosje në zyret e qeverisë. Është e qartë se janë 463 të emëruar politik në institucionet qeveritare, pra po flasim për kabinetet, këshilltarët, shoferët e të tjerët, të cilët kanë qenë të emëruar ligjërisht para zgjedhjeve të 7 qershorit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar aktivitetet e ambasadës së Kosovës në Washington të organizuara me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ambasada e Kosovës e ka cilësuar vlerësimin nder, duke theksuar miqësinë e qëndrueshme dhe vlerat e përbashkëta që lidhin Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është mbajtur seanca solemne për 100 vjetorin e lindjes së heroit kombëtar Metush Krasniqi. Me këtë rast, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Metush Krasniqi me aktivitetet e tij kishte për qëllim lirinë e vendit dhe afirmimin e vullnetit politik të Kosovës. Përveç mira dëshmorëve dhe martirëve të vrarë nga regjimet shtypse të Jugosllavisë së dominuar nga Serbia, shqiptarët e kanë paguar çlirimin e Kosovës edhe me shumë vite jetësh personale të kaluara nëpër burgje, mes torturash, dhunës, urisë, të ftohtit, sëmundjeve dhe përballjes me vdekjen. E nëse në regjistrin e fjalëve kyçe për historinë politike të Kosovës pas fjalës burg, vendosim të shtojmë edhe emrat përveçëm, njëri prej tyre padyshim që do të ishte edhe emri i Metush Krasniqit. Do të ishte sepse pas Adem Demaçit, por edhe bashkë me Basën Adem, Metush Krasniqi rezulton të ketë qenë një nga aktivistët politik me vetdijen më të kulluar politike, me vizionin më të qartë për çështjen kombëtare të shqiptarëve të mbetur në Jugosllavi dhe me veprimtarinë më të shumanshme për çlirimin e trojeve të banuara me shqiptar nga Jugoslavia dhe bashkimin e tyre me Shqipërinë. Në seancën e sotme është parë një video incizim ku njëri nga të akuzuarit, Kreshnik Mehmetaj, shihet duke shtënë me armë në bjeshkët e Deçanit.
Prokuroria Saide Gashi tha se prokuroria respekton vendimin për rihapjen e gjykimit dhe se provat e reja do të ndihmojnë në zbardhjen e së vërtetës. Ajo sqaroi se lokacioni ku është realizuar videoja është poligon publik dhe gjetja e gëzhojave aty nuk mund të lidhet automatikisht me rastin. Halil, Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj akuzohen për vrasjen e 3 personave në autobusin Gjakov-Glogjan në muajin nëntor të vitit 2021. Sipas avokatit Arjanit Kosi, vendimi pritet të shpallet me datën 24 gusht në orën 14:30. Inspektorati mjedisor ka nisur rënimin e objekteve pa leje në zonën e mbrojtur ujore të liçenit të Radoniqit. Ministria në detyrë e mjedisit Fitore Pacolli tha se aksioni synon lirimin e pronës publike nga uzurpimet dhe vendosjen e ligjshmërisë. KRU Gjakova bëri të ditur se janë rënuar 5 objekte në pronën e saj në zonën kadastrale Rakoc. Sipas kompanisë, objektet ishin evidentuar që në vitin 2019, ndërsa procedura gjyqësore për pronën kanë përfunduar në favor të KRU-s. Kompania kishte kërkuar rënimin e objekteve edhe pas përfundimit të procedurave gjyqësore dhe në vitin 2022 kishte bërë kallëzim penal për ndërtim pa leje. Dy të rinj, 22 vjeç dhe 24, kanë vdekur në një aksident trafiku në rrugën Mitrovic-Prishtinë në fshatin Smrekonic të komunës së Avushtrisë. Aksidenti ndodhi rreth orës 2:53 dhe në të u përfshin një vetur me 2 persona. Të dy u dërguan për trajtim mjekësor, por mjekët konstatuan vdekjen e tyre. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajet janë dërguar në IML për obduksion, ndërsa policia po heton shkaqet e aksidentit. Prokuroria në Kosovë ka ngritur 33 akte akuza ndaj 34 personave dhe kanë ndaluar 19 të dyshuar gjatë 24 orëve të fundit. Janë parashtruar edhe 3 kërkesa për paraburgim ndaj 3 personave. Në Prishtinë janë ngritur 15 akte akuza, në Ferizaj 7, në Gjilan 5, në Gjakov 3, në Prizren 2 dhe në Mitrovic 1. Ndë rastet e raportuara janë vepra të lidhura me dhunën në familje, lëndimet, armbajtjen, falsifikimin e dokumenteve, vjedhjet, kanosjen dhe rrezikimin e trafikut publik. Celtic dhe Lask Linz sonte përballën në ndeshjen e parë të fazës së play-offit të Ligës së Kampionëve, kurse ndeshja zhvillohet në stadiumin Celtic Park në Glasgow nga ora 21 dhe transmetohet sigurisht drejt për drejt në RTK. Celtic dhe Linz sonte